së vdekjes së Skënderbeut, shumë mendojnë se rezistenca shqiptare mori fund. Gabim, shumë gabim, sepse djali i tij, Gjemkastrioti i ri, u kthye për hakmarrje. Ai ngriti qetat shqiptare në more, u bashkua me mbretëritë e Evropës dhe goditi osmanët për vite me radhë. Por rezistenca më e madhe e shqiptarëve pas Skënderbeut nuk u udhëheq nga prindrit. U udhëheq nga një njeri që historia pothuaj e fshiu, Pjetër Bogdani. Udhëheci i kryengritjes së vitit 1689, njeriu që ngriti mbi 10.000 shqiptar dhe së bashku me shtetin e Austro-Hungarisë, po të mos binte mërtaja, do të ringrinte shtetin Arbërisë. 2 emra, 2 hije, 2 heronj të harruar.